Zotri Elezi, përshëndetje. Gjithashtu përshëndetje. Brenda një jave ndodhen 4 vrasje. Pse sipas jush kemi një rritje të tillë të rasteve? Po, në fakt ne kemi diskutuar dhe të kaluar në lidhje me sigurinë publike në Republikën e Kosovës. Jemi dëshmitar se përformanca e adoptë institucionet zbatimit ligjit, policia, prokuria dhe gjykata, shkakton edhe probleme të sigurisë politike, në fakt të sigurisë publike, e cila tani më përdoretohet edhe në rastet e fundit, sepse shumë qytetarë, domethënë, kanë arritur që sfidojnë rendin në mund të themi publikun Kosovë, duke poseduar në mënyrë të kundërleshme armë të zjarrit me cilat edhe kanë rrezikuar jetën e personave të tjerë. Thjesht ne kemi përmendur në kaluarën, kemi një angazhim të dobët sa i përket veprimeve të prokurisë dhe gjykatës, ndoshta edhe vetë policisë të cilët janë struktura e parë e hetimeve ndjekjes përkatësisht e gjallëzimit penal në lidhje me personat me rrezikshmëri të lartë, të cilët realisht kanë në posedim armë. Unë do ta marr një shembull shumë të thjeshtë. Nëse ju drejtoni një vetur me patent shofer i cili është në mos i konfiskuar, ju dënoj më shumë se sa ju nëse keni një armë zjarri. Kjo tregon qartë edhe se prioriteti i institucioneve të Republikës Kosovës është mbushja e arkave të shtetit përmes gjobave mandatore dhe në asnjë mënyrë siguria publike, e cila padyshim që rrezikohet edhe nga personat të cilët nuk janë në mënyrën e duhur të organizuar sa i përket drejtimit të mjeteve, por në fakt arma është ajo e cila në kategorinë e sigurisë apo ne që merrem me çështjet e sigurisë konsiderohemi si mjeti më rrezikshëm. Ne kemi pa rastet kur qytetarë të ndryshëm të cilët kanë pasur në posedim armë të zjarrit janë dënuar maksimalisht me 1.500 euro, apo edhe ka shumë gjëra të cilat janë parashtruar për shkak të mosveprimit të gjykatës apo të prokurisë. Por çfarë do thotë kjo në fakt për sigurinë e përgjithshme në vend? Cënimi i sigurisë publike padyshim që është cënimi i sigurisë në përgjithësi. Fakti që nga viti në vit kemi rritje të dhunës, kemi rritje të vrasjeve, kemi rritje të rasteve ku dhe gjyqësia ose në vend, dhe që në fakt ka cënuar në përgjithësi sigurinë. A kemi të bëjmë me dukuri apo me raste të izoluara të këtyre vrasjeve? Në fakt, kur kemi përsëritje të rasteve, nuk mund t'i konsiderojmë rastet të izoluara, edhe për faktin se që thash edhe më parë, shumica të rasteve janë konstatuar që janë probleme të vazhdueshme që gjyqësia e Kosovës ka vonuar së nxjerrjes së verdiktit sa i përket drejtësisë, dhe një numër i madh qytetarë të Republikës Kosovës kanë humbur besimin në institucionet e drejtësisë dhe nuk drejtohen në institucionet e drejtësisë, po fillojnë me bë vetgjitësi duke përdorur armë të zjarrit. Personat inkompetent janë persona të cilët nuk kanë leje për përdorimin e armëve, e në fakt inkompetenca atyre është vetë ju siguria, nga se në momentin që ju jeni inkompetent, nuk keni një uritje e nevojshme për rrezikun që përbën arma. Shumë qytetarë të cilët kanë kryer veprën e vrasjes më vonë janë penduar dhe e kanë theksuar se nuk kanë pasur në ato rrethana një uritje e nevojshme për pasojat që mund t'i ketë nëse një person përdor armën. Thjesht shumë qytetarë nga posedimi i armës së zjarrit me vete, mund të themi adrenalina e tyre është ajo që ndikon tek marrja veprimeve për të shkaktuar apo për të rritë mosën e incidentit e më pas edhe deri te përdorimi i armëve. Prandaj mund të themi se institucionet tona nuk mund ta konsiderojnë këtë si një apo këto raste si raste të izoluara, por mund ta konsiderojnë si një dukuri e cila po rritet në vazhdimsi dhe ka të bëjë me performancën e dobët të institucioneve të zbatimit të ligjit nga policia, prokuria dhe gjykata, të cilët shpesh herë domethënë janë konsideruar se nuk kanë ndërmarrë veprimet e duhura konform ligjit, konform detyrimeve që kanë bazuar në ligjin për këto institucione. Duhet të ketë sipas jush kufizime më të ashpra në pajisjen me armë. Kemi parasysh që një numër i armësh në duart të qytetarëve janë po ashtu edhe pa leje. Keni të sigurt se shumica e rasteve që kanë përfunduar me fatalitet kanë qenë persona të cilët kanë pasur armë pa leje.
Dhe shumica e këtyre rasteve janë persona të cilët kanë zgjedhur nga drejtësi. Dhe po ashtu shumica e këtyre rasteve janë raste që kanë qenë në trajtim sipërgjithësor, e që në fakt të qytetarët nuk kanë arritur që të besojnë se drejtësia atyre do të zgjidhet përmes mjeteve përkatësisht përmes institucioneve drejtësisë. Të jeni të sigurt që nuk ka pas një angazhim serioz të institucionit publik të Kosovës për ta analizuar, trajtuar, përdorur motjet e nevojshme në lidhje me posedimin e armëve nga persona inkompetentë në qoftë dhe grupe të organizume, e posaçërisht nga komuniteti serb, të cilët, siç e keni parë, çdo angazhim institucione të Republikës Kosovës në veri të vendit në bastise ka rezultuar në gjetjen e armatimeve, sidomos armatimeve të gjata të zjarrit, përkatësisht armatimeve ushtarake, dhe mund të themi që ka pasur edhe në vendet e tjera në raste ku policia shumicën e rasteve që ka bastisë ka gjetur armë. Këtë janë dëshmi që Kosova nuk ka bërë motjet e nevojshme, nuk e ka trajtuar në mënyrën e duhur problemin e sigurisë politike publike për shkak të posedimit të armëve nga persona sidomos ato në rrezikshmëri të lartë, dhe nuk ka marrë fushata të caktuara qoftë për ndërgjegjësimin e tyre, për edukimin e tyre, për fushata të cilat do të krijonin kushte qytetarë të Republikës Kosovës ta mësojnë nga profesionistë rrezikun e posedimit të armës së zjarrit, dhe kjo është dështim. Thjesht ne përmend që nëse mund parasysh performancën e policisë Kosovës në trafik, e kemi parë brenda një dite se sa gjoba ka në trafik që tregon qartë se institucionet e qeverisë së Republikës Kosovës e kanë orientuar policinë e Kosovës në mbushje të buxhetit të Kosovës dhe jo në siguri për cilën në fakt janë edhe të ndërtuar. Ne si shoqëri duhet kemi përgjegjësitë tona, duke pas parasysh faktin që institucionet e drejtësisë dhe të sigurisë janë për të ofruar drejtësi, siguri dhe drejtësi për qytetarëve, dhe në asnjë mënyrë nuk janë institucione buxhetore të cilat do të siguronin mbushjen e buxhetit. Derisa trajtohet kështu, është vetëm ndërmarrja e veprimeve nga qeveria e Republikës Kosovës, nga institucionet kompetente, është cenimi i sigurisë përgjithshme dhe inkurajim i veprimeve përfshirë edhe krimin i cili ka ndodhur në ditët e fundit, e që në fakt vjen për shkak posedimit të armëve të rrezikshme nga persona inkompetente. Zotri Eliezi, ju falenderoj shumë për kohën që ndatë me ne. Faleminderit.